trazirave të Marsit, cili është rrëfimi juaj në këtë rast? Sonte është një ditë apo natë e rëndë për familjen tonë, me kujtesë se në ngjarjet e 17 Marsit humbëm 2 vëllezërit e mi. 2 djemë, 3, 2 luftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhimbja nuk shuhet për ta, kur nuk harrohet. S'di si ta përshkruaj, ne kërkojmë në kujtimin për ta, kur mos humb drejtësia dhe e vërteta të mbetet gjithmonë e rëndësishme për shoqërinë tonë. Kujtimin për ta do të jetë për herë në zemrat tona. Sa vjeçar ishin vëllezërit tuaj në atë kohë? Vllavi i madh Bajr Elshani ishte i lindur në vitin 1972. Kastriot Elshani ishte i lindur në 1981. Dhe ku kanë vdekur? Si ka qenë situata? Në trazirat e Marsit në Çagllavic. Po, qysh kanë shku dire atje? Na trego prej fillimit të rrëfimit. Qysh kanë dalë në rrugë? Pse kanë shku deri në Çagllavic? Arsyeja e daljes në atë bim, në atë protest, ishte shkaki që 3 fëmijë i mbytën në Mitrovic, edhe e pam që po të bëhen zinja një protest kundër dhunës, që dhe me tha popullata serbe në Mitrovic e ushtrejke ndaj civilëve shqiptarë, ndaj fëmijëve, ndaj nanave, ndaj plezhve. Për atë arsye edhe u të bum një protest mi kundërshtu atë dhunë. Po dhuna vazhdoi edhe më e madhe për tyne. Vazhdoi me vrasjen e 2 vëllezërve të mi, e plot djemë tjerë e vajza në atë protest, që u vranë pa kur farë përgjegjësie. Dhe ku keni qenë jo në atë kohë? Edhe unë isha bashkë me ta në atë kohë. Ka pasur shumë njerëz në rrugë, si ka qenë situata edhe me përshkallëzimin e dhunës. Qysh ka ndodhur momenti i trisht? Tash për rastin kur është vrarë vllavi i madh, nuk e kam pa. Se nisi mu të rru në atë kur, protesta ishte shumë e madhe, kish shumë popullat, po rastin kur vllavi i vogël u vra, e kam pa. Po nuk e disha që është vllavi im. Derisa e afruam nga unë, e shtenëm në ndihmë shpejt, ato e kuptova që vllavi i vogël i vran. Pra janë vrarë me armë zjarri? Po, me armë zjarri. Dhe s'ka ndodhur në të njëjtën kohë, ka ndodhur në 2 momente të ndryshme? Në 2 momente ndryshme. Unë vllavën e vogël e mora me ndihmë shpejt, ishte hala gjallë. Unë munojke me folë, po nuk mujke. Edhe e kom çuar në spital në Prishtinë, unë isha i plagosur vetë.